kur vallëzimi bëhet gjuhë e ndjenjave të pashprehura. Gjatë një prej momenteve më të komentueshme të mbrëmjes, vëmendja e të gjithëve u përqendrua tek vallëzimi sensual mes Eliones dhe kushtrimit. Nuk ishte thjesht një kërcim i zakonshëm, por një skenë që fliste më shumë përmes gjuhës së trupit se sa fjalëve. Muzika krijonte ritmin, dritat i jepnin ngjyrë momentit, ndërsa afërsia e tyre ndezi menjëherë kurreshtjen e publikut dhe të banorëve përreth. Që në lëvizjet e para, u vure se mes tyre ekzistonte një harmoni e veçantë. Ata nuk dukeshin të pasigurt, as të sforcuar, përkundrazi, çdo hap dhe çdo lëvizje dukej e natyrshme, sikur vallëzimi të ishte një vazhdim i një komunikimi që kishte nisur shumë më herët. Afërsia fizike ishte e dukshme, por ajo që binte më shumë në sy ishte intensiteti emocional i momentit, një ndjesi që nuk kishte nevojë për shpjegim. Prekjet e lehta dhe afrimet e shpeshta nuk u perceptuan si të rastësishme. Ato dukeshin si pjesë e një loje të heshtur, ku secili testonte kufijtë e tjetrit pa i tejkaluar hapur. Ferkimet e shkurtra, kthesat e sinkronizuara dhe mënyra se si shikimet e tyre takoheshin her pas here krijonin një tension të butë, por të dukshëm. Ishte një nga ato momente ku publiku ndjen se po dëshmon diçka më intime se një shfaqje televizive. Në një ambient si ai, ku çdo veprim analizohet dhe çdo gjest merr peshë të dyfish, ky kërcim u shndërrua në një deklaratë më vete. Eliona dukej e qetë dhe e sigurt në lëvizjet e saj, ndërsa kushtrimi reagonte me të njëjtën energji, duke krijuar një dialog trupor që fliste për afërsi dhe tërheqje reciproke. Nuk kishte nevojë për fjalë, gjithçka thuhej përmes ritmit dhe koordinimit mes tyre. Ndërsa kërcimi i afrohej fundit, atmosfera u bë edhe më e ngarkuar. Muzika sikur u ngadalsua, ose ndoshta ishte thjesht perceptimi i atyre që po shikonin. Çdo lëvizje mori më shumë kuptim, çdo afrim u bë më i ndjeshëm. Dhe pikërisht atëherë, si një kulm simbolik i gjithë momentit, ndodhi puthja. Një gest i shkurtër, por mjaftueshëm i fortë për të vulosur atë që ishte ndërtuar gjatë gjithë kërcimit. Kjo puthje nuk ishte thjesht qershi ambitor, por një shenjë e qartë se mes Eliones dhe kushtrimit kishte diçka më shumë se një moment spontan. Ajo u interpretua nga shumë kush si një konfirmim i një afërsie që tashmë ishte evidente. Reagimet përreth ishin të ndryshme, disa e panë si një çast romantik, të tjerë si një lëvizje të guximshme në një lojë ku çdo gjë ka pasoja. Në fund, ky kërcim mbetet një nga ato momente që nuk harrohen lehtë. Jo për shkak të asaj që ndodhi në mënyrë të drejtë për drejtë, por për ndjesinë që la pas. Ai tregoi se ndonjëherë një vallëzim mund të thotë më shumë se një bisedë e gjatë, dhe se afërsia mes dy njerëzve mund të shprehet më qartë përmes lëvizjeve sesa përmes fjalëve. Në një format ku gjithçka është nën vëzhgim, ky moment u shndërrua në një pasqyrë të ndjenjave njerëzore, të ndërlikuara, të heshtura dhe thellësisht të sinqerta.